falat i akshit. 3.4 milion shqiptar janë përdorus të rregullt të platformës i Albania. Dhe vetëm në 2025 janë 17 milion shërbimet ofruara, 12 milion dokumente elektronike të gjeneruara, mesatarisht 1.45 milion shërbime në muaj. Njerëz që klikojnë, marrin shërbimin dhe mbarojnë punë, pa takuar njeri, pa bërë njeri patje. Dikur jepnin lek për të marrë një certifikat, por dihet, e keqja harrohet e mira s'ka fund. Në 92.106 pagesa elektronike, 77.424 dokumenta, vetëm nga komanda zanore me diellën. Kështu që çfarë duhet të them unë? Jemi vendi që një nga arsyet pse po ecim aq shpejt me Bashkimin Evropian është akshi. Sepse kemi ndërtuar me diellën, me inteligjencën artificiale, një sistem transferimi të legjislacionit evropian në legjislacionin shqiptar me përkthim, me adoptim me të gjitha, që bën në një kohë shumë të shkurtër ato që Kroacisë u desh 7 vjet ta bënte dhe Kroacia shkëlqeu, se e bënte me ushtri përkthyesishe, me ushtri juristësh. S'kemi nevojë ne fare për këtë ushtri. Kemi bërë rishikimin dhe po vazhdojmë të gjithë legjislacionin shqiptar për të parë gjithë mbivendoset që torturojnë njerëzit se çat jep një ligj, sta jep një ligj tjetër, çat jep një vendim i qeverisë sot, sta jep një vendim tjetër i para 20 vjetëve, çat jep një ligj para 20 vjetëve, sta jep një para 50 vjetëve. Se ka dhe ligje para 50 vjetëve që janë fuqi, e dini ju këtë? Kështu që edhe këtë e bën akshi. Dhe kam plot të tjera për të thënë. Pse rriten të ardhurat pa rritur taksat? Sepse rritet ekonomia. Se po mos rritet ekonomia, nuk do rriteshin të ardhurat. Por edhe sepse rritet mirë administrimi. Po e dini ju çfarë ka te mirë administrimi? Është akshi. Dhe kur them akshi, është një skuadër që merret me inteligjencën artificiale që janë gjeni. Dhe në tatime sot shkoni shikoni se si punohet kundër evazionit dhe përritjen e transparencës së transaksioneve me inteligjencë artificiale. Dhe është vetëm fillimi. Dhe e fundit, skuadra e akshit nuk i publikon, po ka një sër garash të fituara brenda NATO-s dhe brenda BE-s, që bëjnë gara me gjithë këto institucionet e infrastrukturës digjitale. Dhe që simulojnë sulme kibernetike, simulojnë këtë e simulojnë atë. Kështu që nëse Banka Botërore, jo para 100 vjetësh, para pak kohë, e renditi Shqipërinë në vendin e 14 nga 197 vendet botës për maturitetin e qeverisë digjitale, duke kaluar nga vendi 68 që ishim 2022, ky është akshi, s'është Ministria e Bujqësisë. Nëse OECD-ja bashkë me Sigmën thonë Shqipëria është lider rajonal i pa diskutueshëm në gjithë Ballkanin, ky është akshi. Nëse Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim e konsideron me progres të fortë Shqipërinë në administratë dhe shërbime publike, një rol të madh këtu ka akshi. Kështu që rrini, prisni, se shumë shpejt, besoj janar shkurt, do të dalim me e-Albanian 2.0, fal akshit. Dhe do ketë shumë gjëra të reja në atë sistem për shqiptarët. Prandaj shqiptarët votojnë Partinë Socialiste.
E votojnë shqiptarët Partia Socialiste, nuk e votojnë as patronazhistët, as bandat, as patronazhistët nuk diskutohet, ata janë Partia Socialiste, sa janë. E votojnë shqiptarët. Prandaj shqiptarët jashtë e votojnë masivisht Partinë Socialiste, sepse nuk gëdhien me buzën në tenxheret politike dhe mediatike dhe nuk flenë me zhurmën e tenxhereve në vesh. Natyrisht ju shkon dhe atyre tymi tenxhereve, po ata e shohin nga më larg dhe e kuptojnë shumë mirë se çfarë loje bëhet tu. Kështu që jo janar, jo shkurt. Në 2029 do llafosemi prapë. Të tjerat, se cili bën punën e vetë. Shiu ka punën e vetë, ne kemi punën tonë, thoshte Loro Boriçi. Dhe sa pika shiu ka këtu, se cila pik bën punën e vetë.